ka dy gjëra, domethënë që janë për të parë dhe për mirë në raportin. Kam parë edhe takimet e zotit Salinaj, kam parë takimet e zotit Berisha. Në të vërtetë aty ka njerëz që kanë bërë analiza normale për të treguar që është një PD normale, që ka njerëz normal, që ka njerëz që e duan opozitën ndryshe, domethënë, por që gjen pak hapësira. Ky është lajm i mirë, sepse kam ndjekur të dyja llojet e fluturave dhe ka njerëz që ja kanë thënë dhe Berishës në sy, kanë thënë dhe me Salinajin në takim. Pra do të thotë që pjesa më e madhe e demokratëve do një opozitë ndryshe, do një opozitë të ofrohej një besueshmëri në publik. Po pse nuk e ofron zotë Berisha këtë gjë? Për të mirën e opozitës, për ta kuptuar dhe për ta shpjeguar një herë mirë, se ndoshta mund të mendojnë që ne po merremi shumë me opozitën në një kohë kur kjo maxhoranca ka shumë skandale, zonja Balluku edhe korrupsioni, krimi, kështu që për të sqaruar, po merremi me opozitën sepse opozita na intereson të gjithëve të jetë opozitë solide për t'i bërë ballë kësaj maxhorance. Ka një paradoks, për sa kohë opozita me të drejtë numëron një tuf